El-abathu l-kathir el-mutawali fi s-salah. Do thot, lëvizjet e kota të shumta dhe të vazhdueshme, të njëpasnjëshme në namaz. Do thot, kjo e prish namazin. Por sa duhet të jetë kjo lëvizje, nuk ka të caktuar në argumentet e shariatit, në një kufi që prej këtij atëherë do të thonë që të jetë kaq lëvizje ose në këtë numër e kështu me radhë. Disa është e njohur te njerëzit që është 3 lëvizje, por nuk ka ndonjë argument për këtë. Njëherë duhet të jenë ato lëvizje të kota, të panevojshme, edhe të jenë të vazhdueshme. Jo nëse lëviz një herë, 2 herë, pastaj koncentrohet, pastaj bën ndonjë lëvizje. Kjo është në suazat të lejuarës. Por nëse janë vazhdimisht lëvizje edhe janë lëvizje të mëdha gjithashtu, atëherë kjo varet nga, si thot, nga urfi, nga jo si e din njerëzit. Nëse shohin se filloi të lëvizet tepër në namaz, për shembull nëse fillon të ecet, të shkojë diku, ose do një çështje të tillë, ose shkon merr diçka vesh ose heq diçka prej trupit e kështu me radhë, do thotë ato janë lëvizje të shumta. Këto e prishin namazin, por lëvizja e vogël, edhe sidomos nëse është për nevojë, nëse ka nevojë njeriu të rregullojë diçka në trupin e tij ose ka nevojë të kruhet ose do të thonë ato nuk janë që e prishin namazin. Edhe nëse janë lëvizje të mëdha, për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lëvizur disa hapa për t'ju hapur dera, do thotë kush ka pasur të hyjë. Dhe gjithashtu, siç dihet, ata kur është ndru kibla në Mesjid Quba, kanë qenë duke falur namazin në drejtim të Kudsit. Edhe ka ardhur, ka lajmëruar lëmtari se është ndruar kibla dhe kanë lëvizur shumë. Do thonë është kthyer imami, ka dalë nga ana tjetër e xhamis, edhe safat e burrave dhe të grave janë kthyer të gjithë, do të thënë në kiblën e re. Dhe kjo është lëvizje e madhe, mirëpo ka qenë për nevojë. Po ashtu ka edhe lëvizje që janë të preferuara. Do të thënë nëse shez brastir në saf. Megjithëse ka ihtilaf për këtë, por nëse themi se është e preferuar, do të thënë atëherë bëhet për një qëllim të përmbushjes namazit, ose si thamë që është e lejuar nëse është dikush duke u falë në dhoma është e ngushtë edhe vendi i vetëm është te dera të falet, edhe pastaj do të hyjë dikush ose dale, ka mundësi që njeriu të lëviz disa hapa ta liroj rrugën. Themi gjithashtu edhe nëse lëviz disa hapa për t'ju afruar sutrës, po ashtu është prej lëvizjeve të preferuara, edhe nuk e prish namazin.